situata faktikisht është mjaft e ndërlikuar aty dhe në fillim presidenti Trump dha 24 deri në 48 orë kohë për të marrë një vendim nëse do të vazhdonte, do të jepte okejin për të filluar, se planin ai thotë që e ka miratuar planin e luftës, por që do të jepte okej për të vazhduar, pra për të filluar operacioni, pra për përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në këtë konflikt. Pak më para, ky afat u shty në 2 javë, sepse po ka shpresë përsëri për bisedime, cilat janë shpresa. Është lajmi i sot pasdite. I orëve të fundit. Po, i orëve të fundit, ndërkohë që po paradite ka qenë një lajm që I beson këtyre 2 javëve apo mund të jetë një befasi që mund të shpërthejë në ai atë që tha do ta mbaj, nuk diskutohet, sepse edhe goditjen edhe mas 2 muajsh, në ditën e 61... Pra, nuk bëhet fjalë për një... Nuk besoj, sepse... Nuk është një teknik, një strategji. Shtimi i kohës është në favor të Iranit, në fakt. Sepse... Zoti Trump ka thënë që jemi në luftë, dhe në luftë ka tjera ligje. Pra të thënë s'ka ligje. Ai nuk ka hyrë luftë. Nuk ka hyrë luftë. Disa e ka thënë ne kontrollojmë qiejt, ne dim ku është, por po flasim kështu, domethënë ka shije që mund të shkohet drejt bisedime përsëri. Ministri i Jashtëm i Iranit nesër ka takim me ministrat e jashtëm të 3 vendeve të Bashkimit Evropian, vendeve kryesore, edhe me sekretaren... Ti nuk pret sot darkë në një sulm papritur... Jo të Shtetet Bashkuara të Amerikës, sulmi jo bombarduesit B2. Nuk i pret B2-shët. Nuk besoj Trumpi është në dilemë dhe nuk besoj se... Që është në dilemë, kjo është i qartë, por nuk pret. Për momentin që mund të sulmoj.